atëherë deri në një mas Serbia dhe Republika Srpska izolohen, që kjo është bërë me miratimin e NATO-s, sepse Shqipëria dhe Kroacia nuk do të kishin të drejtë të nënshkruajnë një marrëveshje të tillë pa miratimin e NATO-s jashtë vendeve anëtare të NATO-s. Andaj mund të themi që NATO-ja, Shqipëria dhe Kroacia ja kanë ofruar edhe Kosovës një mundësi të që të afrohet sa më shumë me NATO dhe në këtë mënyrë të japë një të rrisë sigurinë e saj, por të rrisë edhe sigurinë e rajonit. Me marrëveshjen e tanishme që ka ndodhur, domethënë me këtë deklaratë nga Kosova, Kroacia dhe Shqipëria për çështje ushtarake, atëherë deri në një mas Serbia dhe Republika Srpska izolohen, ku atyre ose i ofrohet mundësia për paqe dhe për zhvillim drejt strukturave euroatlantike, ose do të izolohen në këtë mënyrë që të mbesin të vetmuara dhe nuk mund të kërcënojnë asnjë vend i cili është pjesë e NATO-s apo ka marrëveshje me vendet anëtare të NATO-s.